Banorët e Gjinamit shprehen të shqetësuar për dhënien me qira të kullotës së fshatit për ndërtimin e një parku fotovoltaik. Ata theksuan se kjo zonë është e vetme ku baktit mund të kullosin gjatë dimrit dhe se vendimi rrezikon ekonominë e mbi 100 familjeve që merren me blegtori. E këtij fshati neve pastaj edhe këto 10 familje që merremi me që jemi fermerë, ne këto 10 familje të ngarkojmë dhe të shkojmë se këtu nuk rrihet me. Po u bën panele këtu janë 3.000-4.000 kokë bakti, 500-600 kokë dhem, ashtu lop. Ku do vej kjo kullot? Neve si fshat blejmë gramozin të terë me kullot. Mirë be arrin e zgjidhim, po dimi ku do vejmë? Ja këto po na bën kështu. Po u ngritën panelet në këtë fshat, ky fshat ka mbarruar ose to zhbehet fare, to ikin, siç kanë ikur. Banorët akuzojnë bashkinë për mungesën e konsultimit publik dhe theksojnë se nuk janë kundër investimeve, por kërkojnë që ato të mos cënojnë traditën dhe jetesën e tyre. Protestës ju bashkuan edhe deputetët e Partisë Demokratike, të cilën kërkuan që toka të shfrytëzohet në interes të komunitetit dhe të mos prek aktivitetet blegtorale. Banorët paralajmërojnë se nëse vendimi nuk rishikohet, ata do të vijojnë me forma të tjera proteste për të mbrojtur kullotën e fshatit.